Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Lulzim Ali unë kemi në studio unë edhe Visari sonte. Luli për shumë kohë ka qenë pjesë e aktiviteteve për liri dhe çlirimin e Kosovës. Qysh nga vitet 80. Me vonë si pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, pas lufte si pjesë e strukturave të sigurisë, pastaj si këshilltar i zëvendës kryeministrit, dhe këto vitet e fundit si nënkryetar i komunës së Ferizajt. Komunës e cila po vazhdon të mbetet njëri prej bastioneve më të mëdha të Partisë Demokratike të Kosovës. Ai është kandidat për deputet në listën e PDK-s. Me të do të flasim më shumë për tash, veçanërisht për këto 5-6 vjet e fundit, kur ky në institucionin e komunës së Ferizajt ballafaqohej me pengesa dhe blokada të jashtëzakonshme që vinin nga qeveria e Albin Kurtit. Megjithatë, Ferizaj është transformuar. Sot është njëri prej modeleve më të mira të transformimit të një qyteti. Lul, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Po drejtohem Lul për shkak se njihemi. Visar, mirëmbrëma. Është ma lehtë për ty me qenë në luftë, në komunë, në qeveri, ku e keni veten ma të dobishëm për vendin, për shtetin. Faleminderit dhe së pari për ftesën. Kjo është një temë pak e zërshme për me shpjegu, sepse si cila fazë i ka pas emocionet e veta, i ka pas rrethonat e veta. Pyetja rreth asaj pjesë shumë të rëndësishme të luftës, nuk e di sa mund të më shpjegu dhe më krahasu me këtë pjesën pas luftës. Ja them kështu sepse ndoshta sot shumica të rinjve nuk e kuptojnë kohën, realitetin që ka ekzistuar para luftës. Në atë kohë na kemi jetu ose kemi bashkëjetu me shumë sfida, me shumë probleme që nuk të kanë leju për me jetu i lirë, për me qenë me boj jetën qysh e bojnë sot të rit, po edhe të tjerë, qytetarë të tjerë në përgjithësi. Motivi për luftën atëherë ka qenë i natyrshëm. Ka boru prej familjes, ka boru prej shkollës, prej ngjarjeve që kanë ndodhur në atë kohë që për një të ri kanë qenë të pakapshme, pse mundot me ndodhë kështu kur një qytetar i lirë, i një vendi, mundot mu përdor dhuna ndaj tyre, mu përdor forma ndryshme që s'të kanë leju as me jetu i lirë, le mo me punu edhe me përparu. Ajo kur nuk mundot mu shpjegu sot për trit, s'mund me kuptu qartë kohën e helmimeve, kur ka qenë shumë e dhëmshme, shumë e ranë, si përjetim dhe si ngjarje, kur i ke pas shokët, shoqet, kryesisht vajza që ka qenë kur janë helmu dhe kur e ke pa pastaj lajmë në televizion që kjo është një inskenim, kjo është një përgatitje e organizuar, është një aktrim, domosdoshmërisht ka ndikuar që një qytetar pak që i dën njerëzit, pak që i dën familjen, shokët, miqt, mu ndryshuar karakter. Pastaj ka qenë koha kur ke dëgju shumë herë në për lajme, kryesisht atëherë që janë bërë arrestime, janë bërë dënime dhe nuk ke mujt me pa arsye pse është kjo dhunë sistematike e një shteti në cilën atëherë ke jetu. Pavarësisht të rrethonave tjera që
ke mujtë mi mësu prej historisë dhe prej familjes edhe tjera. Dhe në mënyrë të rrjedhshme, lufta ka qenë e pashmangshme. Nuk ka qenë para përgatitje, nuk ka qenë një rrugë e pashmangshme. Pse këtë njerëzit thrasin Besnik? Besnik më thrasin për shkak të pseudonimit që kom pos gjatë luftës. Po a ke marrë rasisht këtë pseudonim, këtë novk? Tash kur flasim, ja ke lënë veti apo kjo pyetje të tjerët? Kjo pyetje është e zërshme, dhe më shpjegu a të përshtatet? Është e zërshme më shpjegu se ka të bëjë me veten time, me mirë, është personale, po është a i besojnë të tjerët novkës tone. Tash unë them që paket përvojës prej momentin kur e kom marrë emrin gjatë luftës në Besnik, sigurisht që ka qenë një komunikim i 2-3 shokëve kur i kemi vendosur mi pas emrat, ka qenë propozim i përbashkët, dhe unë besoj që e kom rujt emrin, novkën, emrin e dytë që e kom pas, sepse prej momenteve të para, kur kom fillu angazhimin ma të hapur, kështu ku them, të fillu prej luftës e tutje, ka shumë shokë me sot që më thrasin ende Besnik, unë besoj që e kom bajt, sepse nuk një njeri, nuk një qytetar edhe në që se s'kemi pas raporte, që e kom qitë në pozita që mos më përshtot të emri. Okay. Se më njohen shumica prej njerëzve, prej meqve, prej strukturës tash në parti që unë kam qenë kogja shumë një prej njerëzve që kom dëgju shumë, kom dëgju hale, kom dëgju probleme, kom dëgju edhe atëherë kur kam pas edhe në brenda politikës edhe jashtë politikës probleme dhe kam qenë një prej personave që më kanë rrëfy. Pra ti dëgjane nuk flet. Po. Pra veshi edhe goja jote herë nuk komunikojnë me. Në qoftë se mund me qenë një veçorie personale të them është kjo. Po. Kam dëgju shumë edhe nuk më fol. Edhe s'flas. Me mujt me të shti me fol një. Flasim për temat që do të më fol. Sa di unë keni 3 vajza. Po, i kam 3 vajza. Të linduna pas luftës. Po. Kur ju flet për ato periudhat ma hershme, që a thonë? Unë e kom pos një kujdes të veçantë gjatë rritjes të vajzave të mia, nuk kom bërë rrëfim asnjëherë të përnjëhershëm. Kom pos kujdesin që në raport me moshën që e kanë, kom bërë rrëfime jo shumë me tregu vrasësinë e kohës, çfarë ka qenë ajo, që kom pos dëshirë mi rujt prej asaj prej një ngarkese që megjithatë duhet ta dinë. Megjithatë e kom pos kujdesin që më shpjegu kohën edhe para luftës, por edhe gjatë luftës. Citata jo të rana, ka shumë gjëra që unë i mboj për vete dhe si flas jo me vojza, po as në publik. Me krejt qëllimin që vojzat e mia kur thatë që kam situata për cilat nuk flas me vajza, cilat janë ato? Përjetimet gjatë luftës, vrasjet në dorë të shokëve, të mesve, njerëzve që i ke dashur, me njerëzve që e ke marrë një rrugtim të përbashkët edhe kur e ardhmja ka qenë shumë e papërcaktuar dhe lufta tingëllën e vrasht me thonë, po lufta i ka këto. Dëgjoj, unë kum provu. Kemi mujt gjithë secili me vdek. Po. Unë jam mundu edhe të vajzat e mia, edhe të trit, edhe të njerëzit të gjeneratës me shpjegu një diçka. Lufta kur duhet më bë. Nuk është trimni, nuk është guxim që duhet me marr pjesë në një luftë. Ajo është domosdoshmëri atëherë kur rrezikohen interesat e vendit, qytetarëve, popullit tanë, po dhe familjes tone. Unë po munduna me shpjegu te njerëzit që kur thuhet duhet me vdek për një popull, duhet me vdek për atë dheun. Nganjëherë po më duket që të rit është një koncept shumë i shkept, shumë i papërmbledh. Duhet mi bin të rinj që vdekja sot luftojnë mos me vdek Counter Strike. Me bo ma normale, luftën për çlirim, luftën për adhej, luftën për popullin, duhet me qenë ma konkret. Të rit, duhet me thonë që unë jam gjendi me vdek për ty, unë jap jetën për ty. Jo koncepti i popullit me qenë ka që shpërndam. Po e tham këto sepse unë e kom vrej tash, edhe gjatë përcjelljes shkollimit fëmijëve të mi, që historia mësohet shumë pak, ky edukim i kombëtarës në për shkolla mësohet shumë pak, edukim nuk ka fare, ka arsimim, më shumë mësohet për Brazil, e për gjeografi, e për Kinë, për dinastit në Kinë, se so që flitet
për realitetin këto që ka ndodhur para 25 vjetë ose 30 vjetë ose kohën e tashme. Edhe shumë e zërshme VB, shumë e zërshme unë po mendoj që shumë e zërshme është kjo edukimi në frymën kombëtare, tash pasi jemi në shteti pavarur në frymën shtetërore. Me kuptu fëmija çka do të thonë shteti, çka do të thonë me pas shtet dhe çka do të thonë mos me pas shtet. Çfarë është liria për ty? Liria është, ata tregoj një moment kur unë e kom ndjer lirin. Kemi pas para lufte, ka qenë shumë e zërshme me jetu edhe në përbanisa private, si student që kemi qenë, ose në për familje. Ka qenë shumë më rrezik me fol me tone të mëdha për çështje të ndihshme në atë kohë. Pas jo përfundu lufta, me një shtëpi në thirrë në ftunë prindërit e një shokut luftës që jemi bashkë, dhe banesën e kishte në mesin e këtë familjeve tjera që kishte edhe sërb. Edhe gjatë ndajës dera ishte hapur e korridorit. Nuk mundesh me marrë me mend çfarë momenti ka qenë për mua, vetëm që dera e hymjes banesës ka qenë e hapur. Edhe me fol shlirë. Edhe me fol shlirë. Me mujt me fol, me mujt me këndu, me mujt me gëzu, pa të cenu dikush ke drejt. Çfarë falet? Kemi pjesa e parë pas luftës ka qenë veç gëzim. Veç humor, tentim me ik temave të zërshme, të vrashtat që na kanë ndodhur gjatë luftës, për me t'i kalu ato që na kanë vrarë shokët, mungesa tyre në ndajat e pas luftës, po thjesht ka qenë këtë emocion që i pashpjegueshëm. Shumë gjona VB kur i përjetën me kohën nuk mund të shpjegohen, e pastaj më vonë edhe nuk mund të kuptohen për të tjerëve. Ka shumë momente edhe gjatë luftës, se po tentoj me thonë prapë këto që nuk ka qenë veç guximi ai që na ka fut në luftë. Ka qenë ëndra, ka qenë lutje që kemi bërë të përditshme që mona mundsu tash në kuptimin vetar i kemi lutë Zotit vazhdueshëm që mona dhon një mundësi që ne mi ndihmu njerëzve me bo shtetin ton, dhe kur e kemi përjetu pastaj shumë momente të para pas luftës nuk s'ka pas mundësi me ditë a je gjendje reale apo je te po një film, a është ëndër, a është çka është kjo formule. Nuk i mujt me fol tash gjatë luftës a ke pas guxim, a s'ke pas guxim, se s'ka pas rrugë tjetër. Shpesh herë jam ndalë me menu gjatë situatave të rana që kemi pas, a jam të tregu guxim, a jam trimnia do të kështu. Kom tentu gjithherë me marrë normale. Ajo që ndodh, po ndodh, ajo që duhet me majt një rrugë, një qëndrim, ka njerë thëmë që nuk ka qenë krejt guxim. Por, nëse shihet është më vonë, reflektimi më vonë, ndoshta ka qenë guxim. Po jo, gjithsesi unë mendoj që edhe kohën e tashme duhet mi kushtu rëndësi të veçantë dashurisë për njerëz, dashurinë për atë dheun dhe rëndësinë e shtetit që ka më në vend. Para se disa edhe nëse më lejon edhe një çështje, lutem. Si ka mundësi që sot, veçanërisht këto vitet e fundit, me u vlerësu dikush tjetër më shumë se sa jo. Ta zëm, me u vlerësu Dim Albasha, i cili është bashkautor në një të ashtu quajtur punim shkencor, ku juve, pa të përmen me emën ty dhe të tjertë, konstaton që jeni financu nga grupet të organizuara kriminale, trafikante drogës. Si ka mundësi kjo? Që të ndodhë me neve? Kjo është një për rasteve që e tregon vrasësinë e kohës. Është e pa imagjinueshme, është shumë e zërshme me pranu që ne po jetojmë në këtë kohë. Te pas këtë historinë, këtë kalume të afërt, jo shumë e largët, se na mund të krijojmë iluzione, mund rrëfime ndryshme për një periudhë gjatë, kohën e Skënderbeut, e lidhjes Prizrenit, që në diferencë ka që madhe, po më ndodh kjo te një njeri i cili ka qenë me moshë të pjekun kohën e luftës. Është e rëndësishme. Unë nuk muj me falë, ka njëherë prej sinqeritetit, mund të them që i kemi fajt ne prap, ne që kemi qenë akter të asaj kohe të luftës, që nuk i kemi shpjegu, nuk kemi rrëfy për kohën, për rëndësinë e ngjarjes, për rëndësinë e luftës,
Dhe na del një produkt që është Dimal Bosha. Është e zërshme, domthon mu jo që më ka pengu shumë në fakt, po shkrimet që ka bëj, punime shkencor, se ai nuk është një shkrim në Facebook që po e jep një opinion, po ai është një punim shkencor i cili mund të përdoret në krejt botën. Kushdo që don me bëni analizë citohet në për universitete, citohet punime shkencore, studentët e dinë që kur ta bësh një punim shkencor, ajo bëhet me leje të universitetit dhe pranohet. Kushtimisht me thonë licencohet si shkrim, si dokument. Ishte shumë i cituar. Edhe tash, një djalë i ri i cili e ka përjetu luftën, edhe del me një punim shkencor, me një bashkë autor, që është e njëjta, si me pashkru vetë, me thonë që lufta është e financuar nga produkti i krimit, që po ndodh në njëjtën kohë kur kanë filluar edhe tendenca për gjykatën e Hagës, me akuzat njëjta, që lufta nuk është bërë për shlirim, po është bërë për kundër me kuptimin fetar, kundër minoriteteve, dhe nuk ka qenë qëllimi i shlirimit, po ka pas qëllime tjera. Megjithatë, kjo është e zërshme. E përmendet Facebook. Edhe unë ndihem shumë keq që Dimal Bosha është nga Feriza. Megjithatë, e përmendet Facebookun. Në Facebook ka pas statuse një bashkëvendas i yti, edhe i Dimal Boshës, që vazhdon me pas pozitën e ministrit të financave, Hekuran Murati, i cili në llogaritet financiare për ndihmen që u japet veteranëve të luftës, thotë se Malir na kish kushtu me pagu mercenar se sa UÇK-ja edhe veteran pas luftës. Për jetë miron ka qenë, edhe kjo. Dëgjë Ferizaj, ju e dini që ka qenë shumë pak i përfaqësuar politikisht në për institucione të nivelit qendror. Në për qeveri, kemi pas një ministër më herët, një partije tjetër. Ma mirë mos ta kishit pas. Dhe momentin kur ne i patëm dy përfaqësues, pothuajse më të rëndësishmit për një qeveri dhe për një pushtet qendror, kryeparlamentarin dhe ministrin e financave, na kanë përfaqësuar njerëzit më të pa denjitetshëm. Dëgjë, në shikim të parë këto dukon shumë të thjeshta, shumë të parëndësishme, po ka peshë të madhe shumë. Një ministër i cili e vlerëson në këtë mënyrë luftën për shlirim, është e tmerrshme. Dëgjë, unë e kam thonë publikisht, e kam thonë edhe me një media tjetër, nëse ekziston mundësia me bli lirime parë, me financa. Unë sot jam gjendje me shit krejt ato që e kam bën mas luftës, mos më ndodh një ditë luftë. Mos më vro një shok, një familjar. Kjo ka kuptim këtë tjetër. Po me thonë që ma mirë mos liru vendet, popullet, me mercenar, sepse po harxojmë shumë për mirë mbajt, për më bën jetën më normale atyre njerëzve që kanë marrë pjesë në luftë, që kanë pas trauma, kanë pas nevojë për shumë ndihmën e shtetit, kjo është e tmerrshme. Unë këto raste që ndodhin, mos flasim tash niveli tjetër, që edhe kryeministri ka pas sjellje të tilla, deklarata të tilla, më kanë shkaktuar një frikë të jashtëzakonshme për të ardhmen e vendit. Është rrezik shumë i madh, e konsideroj që krejt atë punë që është bërë që 25 vite tash pi përfshi edhe këta, në këtë periudhë, megjithëse kanë bërë një degradim, mundet më na shku krejt kjo punë hoq. Një vebe, unë di se tash visorin si mi të lo me fol në këtë drejtim, po unë po mendoj që me një shtet, sidomos na që kemi qenë në fillim, në ndërtimit, partneriteti është puna e parë, është siguria më e madhe, për të ardhmen është partneriteti. Të rinjt që nuk e dinë, se këta të vjetrit që janë me moshë më të vjetër nuk e pranojnë edhe nuk e përmenden. Por na që kemi përjetu, na e dim që deri në vitin 1989, Shteti Kosovës ka qenë shtet atëherë. Fjala Kosovë, emri Kosovë, kur në asnjë institucion botror nuk është përmend. Jo që deri në 89 nuk ka pas përpjekje për liri, për shlirim, ka pas lufta individuale, ka pas përpjekje, po ka dashur me ardh vitin 1989 për herë të parë më përmend Kosova. 89, 98 na kanë dhënë ndihmë të jashtëzakonshme.
sepse kemi dëshmuar që ne me një organizim, me një formë paralele të jetës me shtetin që na ka okupuar, kemi rezistuar. Domthonë e kemi shpreh vullnetin ma kolektiv për çlirim, por pa ndihmën e tyre as ato s'kishin ndodhur. Vitin 1998 VB, fillimi ka qenë i vështirë, përkraja ndërkombëtare nuk ka qenë ajo që ka ndodhur më vonë. Por vetëm atëherë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur dhe partnerë tjerë kanë vendosur me përkrah luftën e UÇK-s, ka ndodhur rrëmbujja dhe ka ndodhur çlirimi. Visar se tha Luli i ra folje, shumë me se neve ashtu kështu na akuzojnë në politikë që kur t'ja nisëm me forcë s'ndalemi. Po Visar është dëgjues i mirë, prandaj është analist i mirë. Unë menoj që këto që shpjegoj Luli edhe periudhën e luftës, edhe nevojën për me kuptu ato, i ka disa dimensione në menimin tim. E para është natyrisht që duhet na me njoft historinë tonë, që duhet me ditë ku kena ardhur dhe çysh kena ardhur. Sepse kena një më pastaj edhe me ditë ku po shkojmë dhe çysh po shkojmë. Ajo është mësim. Duhet me kthyer në aspektin politik, se për mua që kjo është edhe koncept politik, nuk është vetëm një grup i njerëzve që kanë rrokë armë dhe kanë dalë me luftu për lirinë e vendit. Se pa pas një koncept politik, liria si s'dena si me kuptu ata, s'ka e të bogas, me kanë jetu e boga. Edhe e treta, natyrisht ky dimensioni personal i domethënë i përjetimeve dhe i rrëfimit, që për mua është e rëndësishme sepse e tregon gatishmërinë për sakrificë, edhe për solidaritet. Që të dy aspektet në shoqënitë, si më thon, ti quaj kështu ultramoderne, shpesh harmoj më u zhduk si të rëndësishme. Njerëzit sot nuk e shohin të rëndësishme solidaritetin dhe gatishmërinë për sakrificë. Natyrisht sot nuk kërkohet sakrifica që kërku në UÇK. Po sot kërkohet një fal gatishmëri për sakrificë, po ashtu për me ndërtu këtë vend. Tash, çka më duket e rëndësishme, edhe çka më duket që na mas pak të e kuptojmë sot është, domethënë, nivelin ku kemi qenë për me krahasu të sotmen, jo për me lavdru dikën, jo për me qunë qiell dikën, po për me kallëzu që në fakt gjatë kësaj periudhe në Kosovë janë bërë shumë gjëra të mira, përkundër që janë bërë gabime. Po edhe gabimet unë mendoj që na duhet me kshyrë pak tu e pas parasysh pikaj kemi dalë. Se ti nuk mund me prit një shoqëni e cila ka qenë nën thundrën e apartheidit për një kohë të gjatë, në për luftë, 1 milion të dëbuar, edhe për një herë me ardhur dhe më konë shoqëni komplet demokratike që i bën këto gjërat. Ato s'ka bërë kush botë. Na s'puna me prit tash për vetes me po diçka s'ka bërë. Se edhe më së miri kemi pa na. Tash çito do të mental. Se Katareja në një intervistë në duket pas luftës në Le Monde thotë llogaritën e Parisin pa njerëz, pa dokumente të identifikimit dhe veturat pa targa. Pa targa. Çka kishte ndodhur Paris? Absolutisht. Dhe unë mendoj që nëse e këshyr për shembull historikun e vonë të Kosovës, ti e sheh që Kosova ka bërë për parimin gati se më të shpejt dhe më domethënës në raport me rastet e ngjashme, se s'po them se bashkëras njëjtë kërkon nuk ka. Edhe kjo është merit e një politike të caktuar të udhëhequr. Unë për shembull jap shumë merit liderëve, krerëve politik të kohës, të cilët e kanë kuptuar një gjë jashtëzakonisht të rëndësishme që përmendi dhe Luli për luftën. Që nëse muj me ecë bashkë me meq mas mire, me ecë bashkë me meq. Ku me i marë, ka popëj që s'kan pasi si meq. Edhe që si kanë ndihmu. Neve shqyqër që na kanë ndihmu. Dhe duhet me kuptu se na ndihmun këta. Kjo është domethënë, kjo është përcaktim politik i jonë, unë mendoj. Kjo s'ka ardhur vetvetiju. Edhe me qenë se nuk ka ardhur vetvetiju, se na edhe qëta du me kuptu, veçanërisht tritë, du me kuptu për menimin tem, që shteti nuk na është dhënë pjatë. Na duhet me kuptu që neve na kanë ndihmu, mish dhe shumë faleminderit që na kanë ndihmu. Po e kanë ndihmu edhe punën tonë. Pra që ky, që ky ndërlidhja në mes të vullnetit të brendshëm, edhe ndihmës nga jashtë mendoj që është receta e suksesit në Kosovë. Po e harum që ta, ose po hoqëm dorë për një anës, na këna me pas keq punë në Kosovë. Tash ka tendenca politike për shembull sot, që thonë veç vullneti jonë çon përpara. Nuk ka bashkë ashtu. Është gabim i madh. Po edhe ata të tjerë të ekstremisht që thonë jo veç ka thonë ndërkombëtar, edhe ajo është. Po ashtu është gabim shumë i madh. Se Kosova ka ardhur që tu i bëj të dyja bashkë në mënyrë të mençur. A ka pas vëshime? Po ka sa dush ka pas. A ka pas njerëz që e kanë tepruar ndrofim? Po sa dush ka pas. A ka pas njerëz që jo mundu mu paraqit Krashnika më thonë që këtë është merita e jam po ka pas. Që s'është asnjë rast tjetër. Po për mua është e rëndësishme. Po, dhe janë normale ku të ndodhin këto. UÇK-ja ka qenë ushtri çlirimtare e Kosovës e përbër për njerëzve të zakonshëm. Apo jo? Të Kosovës që ta përfaqësues. Që Luli. Po.
Dhe është e rëndësishme shumë që jam këta, por megjithatë për mua që kjo është përmbi këta. Si koncept politik. Si koncept politik. E ç'do të më kuptoj. Pa u që s'kish pas lirit Kosovës, veç me u që s'kish pas lirit Kosovës. Ama po ju garantoj pa u që s'kish pas. Ç'do të më këshyr. Dhe kështu është. Dhe kjo përpjekja jonë është kjo. Nëse e thu këtë Visar, pa u që kën, nuk ish pas lirit Kosovës, veç me u që kën, nuk ish pas lirit Kosovës. Po i kthejnë atë pares. Pse duhet me u kthy sot në një platformë politike kundër UÇK-s për me pas sukses në politikë. Se qëta se ka më në të qartë. Sepse shkon dikush në Deçan, në vendin e Ramushit edhe Dautit, edhe i shpall këta të ashtu quajtur komandant, dhe vetë merë ma shumë vota se sa ata edhe krejt partija aty. Pse ne mrim në qëtë situatë. Kjo, tash, unë e komendoj, vetëvendosja e ka këtë qëllim, me zhvlerësu gjithë shka ka ndodhur në kalumin. Vetëvendosja tenton me thonë që ne nuk e kemi lirinë e plot pas përfundimit të luftës, nuk e kemi lirinë e plot as pas pavarësisë të Kosovës. Do të mos bëj. Do të janë paranceshëm, UÇK-ja është e paranceshme. Njerëzit, ta ka komprometuar secilin e pror të lartë UÇK-s. Unë kam qenë në pror i UÇK-s. Po unë kam natyrën tjetër, e kam ndoshta për shkak familjes nuk kom rrah gjaks shumë me tregu që merita ime më e madhe në këtë jetë është UÇK-ja. Po s'do më thonë që s'ka pas tillë edhe në mesin tonë, shokëve tanë. Edhe cak i sulmeve të vetëvendosjes ka qenë pikërisht këta njerëz, sepse me zhvlerësu pikërisht këtë qëllimin kryesor që ka qenë çlirimi i Kosovës. Po ka qenë vjedhja, ka qenë hajnia, ka qenë përfitimi. Kjo propagandë është bërë 20 vjet mas poku, po tash edhe në këto vitet e fundit 25 vjet. Sot për një të ri, për shkak propagandës që ka bën kryesisht Albin Kurti me vetëvendosjen është kjo. S'është më rëndësishme pse ka qenë luftë, çka që ka qenë luftë. Çfarë uli është? Ke luftu me vjedh. Kur ka ndosh me akuzu UÇK-n, kanë thonë e ka shliru NATO-ja. Tash kur është puna për NATO-n, thonë jo pa neve s'mund kur gjë. Unë vesh një shembull po kam dëshirë për shkak të rasteve që trit me kuptu më qartë. Gjatë luftës sonë në UÇK, në Jezers për shembull, në pjesën e parë, veç një herë një helikopter është ngrit, ka ardhur në Jezers. Me pas leju NATO, kur themin NATO, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me pas leju Serbin, me leju ngritjen e aeroplanave. Ku kishëm rrina? S'kishëm rrinë kurrë heq. Domthonë, na gjatë luftës, në momentet më të rënda e kemi pa mbështetjen, e kemi pa dorën e fortë të një miku, i cili na ka thonë që ne ju mbështesëm. Edhe unë kam përmend edhe me një rast tjetër për mua, çlirimi i Kosovës ka ndodhur në shkurt, kur ne përfaqësues i NATO-s amerikan na ka thonë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur me përkrah UÇK-n. Edhe për i përsëris, 12 qershorit, dita e çlirimit për mua ka qenë veç datë. Çlirimi për mua ka filluar në momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur përfundimisht me e përkrah UÇK-n. Pastaj ka ndodhur Rambojeja, ka ndodhur ngjarje tjera që kanë më mbetë një histori të pashlyeshme si situata. Zotëria Liu, ju jeni në komunë të Ferizajt që disa vjetë, prej ardhjes së Agim Aliut, kur e keni marrë. Si pjesë e qeverisë, por ndryshe prej 2009 deri në 2017 kam qenë antar i Kuvendit të Komunës, 4 vite si pushtet lokal, në kodrët si pozit, 4 vitet kam qenë si opozit. Po, megjithatë keni qenë aty. Po, Dhe ju e keni përjetu transformimin e qytetit, Ferizajt, që sot transformimin, nëse flitet për transformimin e një qyteti, të gjithë dashje, pa dashje, i referohemi Ferizajt. Me nkalime, mbikalime, çka janë ato, po është një qytet i transformuar plotësisht. Dhe ju e keni përjetu dhe keni dhënë edhe kontribut për një gjë të tillë, duke qenë në qeverisje lokale. Nuk po du me folë për këtë pjesë, sepse nuk jemi të folë për zgjedhjet lokale, po jemi të folë për zgjedhjet nacionale, që do të marrin me 28 dhjetor, 28 dhjetor. Një paraqitje. Po pra, 28 dhjetor. Këto 5 vjet e fundit,
Ferizaj ka pas përfaqësim shumë të madh në qeverinë Kurti dhe në partinë e Albin Kurtit. Një ministër më i rëndësishmi, mbase është Hekuran Murati, i financave, dhe 9 deputet, të cilët në vazhdimsi, ashtu si që kam përcjell unë, kjo nuk do të thotë që kam të drejtë plotësisht, kam bërë vetëm akuza për pushtetin lokal, e kam përdorë pushtetin qendror për bllokime të punëve në pushtetin lokal, nuk kanë çu asnjë projekt në Ferizaj dhe ka pas një dy luftim të tyre me pushtetin lokal të udhëhequr nga Agim Aliu. Si ka qenë ky ballafaqim gjatë këtyre viteve? Bebe, kur kemi marrë Po flas 2021 deri tash. Kur kemi marrë pushtetin 2018-ën, sigurisht që ne jemi rezervuar shumë për mos me fol. Në periudhën kur kanë ardhur 2021-ën, se 2018-ën ne kemi pas pushtetin na dhe ç'më thon, kemi qenë edhe kryeparlamentari dhe kryeministri në atë kohë, kur kemi biseduar me ta na kanë thonë veç keni projekte, sepse na kemi pas vizionin shumë të qartë. Kur kemi hyrë me Agimin, kur kemi fituar, tash te pas Agimin unë shok gjeneratës edhe kemi bashkëtuar dhe kemi bashkëvepruar një periudhë shumë të gjatë, kemi qenë frekuenca të njëjta. Kemi pas pikpamjet e njëjta, kena ditë ka me vazhdu, ku me nisë dhe ka kemi me shku. Dhe kemi pas një zhvillim të hafshëm sa i përket investimeve prej komunës me ndihmë të qeverisë. Kur kanë ardhur vetëvendosje në pushtet, në pjesën e parë jemi rezervuar. Sidomos unë që shumica e qytetarëve në Ferizaj më njohin që nganjëherë dim mi thonë edhe ato që të tjerët nuk i thonë, sepse e mendohet vota, mendohet simpatia, ku e diun. Unë kam qenë më drejt për drejt dhe nuk e kam dert asnjëherë që nëse se një qëndrim i drejt mund të kushtoj nesër me një votë ose me një besim prej një qytetari që nuk e ka konceptin e qartë për shtetin. Kemi pas vështirësi të jashtëzakonshme. Kemi pas projektet më të mëdha, më vitale, më të rëndësishme që Ferizaj ka vujt. Ka qenë spitali, u bën si rrëfimi për Sofën. Kemi pas punën e stadionit, kemi pas një infrastrukturë, projektet më të rëndësishme. Ky grupi i deputetëve dhe i ministrit, jo që e kanë ndihmu, po e kanë luftu. Është dash me pas kujdes, na mos mi bon publike edhe projektet i idetë që i kemi pas, sepse kanë shkuar dhe kanë mënu X-in, që nuk ban kjo sepse te realizu një projekt të madh të rëndësisë të veçantë, fiton Agim Aliu. Edhe krejt ato projekte që kanë mujt mu zhvillu, mu përfundu para 3 vitesh, 4 vitesh, sot janë proces ende. Nuk është domi vetëm pse s'janë kry, sepse është ndryshe ti ndërtu tash fabrika për trajtimin e ujrave zeza, e kish përmirësu jetën e qytetarëve. Për neve si Agimi si kryetar, e unë si një kryetar, fundi këta kanë me pas fundin. Aja ka më bo, nuk ka me pas mundësi për më ndalë. Stadioni vend se më ndërtu para 2 vjetë, 3 vjetë, ka më ndërtu. Po qytetarët nuk janë të mujtë me përjetu. Spitali, është trishtim VB, edhe takimet me ministrin që kemi pas, edhe konstatim edhe ti ka qenë që për Ferizaj nuk ka kompromis. Do të më ndërtu spitali, sepse është spitali më i keq. Me ministrin e shëndetësisë. Ministrin e shëndetësisë, Arben Viti. Edhe sigurisht që kur ai flet në tavolinë kështu, është e zorshme mos me besu në sinqeritetin e tij. Por pastaj dikush tjetër se bllokon. Kur del dikush tjetër përkundër deklaratave të ministrit, që unë nuk e dëgjoj politikën për këtë çështje, kur bëhen 6 muaj, kur bëhen 1 vjet, kur bëhen 2 vjet, kur bëhen 3 vjet, u bën 4 vite. Edhe nuk ka filluar ende asnjë punë për më kry, atëherë ky problem është politik. Është ndikim politik. Kush pevun qytetarë. Po thamë e kemi pas kujdesin, ndoshta është gabim kjo. E kemi pas kujdesin mos me kriju këtë urrëtie të qytetarëve ndaj figurave të Ferizajit. Që janë, sepse megjithatë është mirë kur Ferizaj ka përfaqësim kaq të madh. I bie 9% e krejt deputetëve shqiptar me qenë nga Ferizaj. Po, ata mo me pas përfaqësim. Përfaqësim të hajrit, jo për me bë zullum. Po ata nuk e kanë pas. Dallim, mund me bë dallim 1-2 që kanë qenë 4 listat vetëvendosje, po s'kan qenë vetëvendosje, që kanë pas një sinqeritet pak më të madh, nuk e kanë pas forcën e ndikimit shumë,
Po të tjerë, çka kanë qenë vetëvendosje? Kanë punu kontra. Nuk kanë punu për asnjë projekt cilësor në Ferizaj. Përkundrazi, për shembull një prej punëve shumë të mira e kemi pasur shkollën Gjon Serreç, është në qendër qytetit, janë ofër 2 hektar me bën një park, po njëkohësisht me bën në kalim. Në kalim ju po për parking, për vetura, parking në toksor. Në toksor 500-600 makina që do ta shlironte shumë qendrën e qytetit. E kanë shpall monument mbrojtur. Çka kanë bën, çka ka mujt me bën Dimal Bosha, në emër të asaj që e ka kryer shkollën aty, ka shkuar dhe ka fut në monument përkohshëm mbrojtur. Edhe e kanë lidh me emrin e Gjon Serreçit, e kanë fut për me habit. Objekti nuk i plotson kushtet, sepse për me habit ministrin e kanë fut edhe një shtëpi ku ka jetu Gjon Serreçi. Edhe kur e marrën në bisedën pastaj me ministrin, thamë, o ministër, të kanë mashtru, se kjo shkollë nuk ka të bëjë fare me Gjon Serreçin. Tash e ka emrin e këtë tjetër, Shaban Hashani. Nuk ka pas lidhje kohore as me Gjon Serreçin. As nuk ka ndaj vlerë që është e rregulluar me ligj, pse duhet më mbrojtë një monument për çështje të arkitekturës, absolutisht nuk ka asnjë gjë që duhet më mbrojtë. Por e kanë penguar një projekt që është shumë një park dhe një parking në toksor për 500 vetura. Visar? Kemi provu, më falet ashtu Visar, kum provu përmes shokëve që i kemi të përbashkët, sepse Ferizaja, pa po dikant të përbashkët që janë ndërmjet nuk është e pamundshme. Kum provu më thonë aty në deputetëve. Dilni me publikisht kur bëhet buxheti i Republikës së Kosovës. Hajde në Ferizaj, të komunës, të kryetari i komunës. Edhe deklaroni publikisht që ne kemi ardhur me marrë vesh prej kryetarit cilat projekte do të mishtin. Pas takimit dilni dhe publikane. Ne, deputetët dhe vetëvendosës, kemi vendosur me ndihmu komunën tonë çet projekt. Merrni meritat. Nuk kemi të luftuar për merita. Po se bën dot. Kanë penguar pikërisht në çdo projektet më të mëdha kanë bërë pengesa shumë të mëdha. Po që tash raporti i qeverisë qendrore të udhëhequr nga vetëvendosja me komunat e kemi diskutuar shumë edhe për shkak të zgjedhjeve lokale që i patëm, po mendoj që ja vlen më diskutu sepse për mua ka 2 elemente jashtëzakonisht domethënë se para është kjo mendësia e bllokimit, që është mendësi gjithandaj, është rreth shumë komuna, kemi edhe nivel qendror. Domethënë gjëja e parë që të bën mend është çish me blloku. Dhe që unë mendoj është jashtëzakonisht e dëmshme politikisht. Edhe e dyta është pastaj që kjo mungesa e kapacitetit me kuptuar nevojën për zhvillim. Se ti kur se kupton nevojën për zhvillim, pastaj këshyr me maksimalizu shfrytëzimin e së tashmes, gjendjes ekzistuese. Ndërkohë që kur ki vizion për përpara, ti natyrisht je parti politike dhe shpreson me marr vota. Sigurisht. Po ti këshyr me marr vota të zhvillu. Jo të shfrytëzu aktualitetin. Shumë ma shumë fiton vota të e zhvillu vendin se sa të e shfrytëzu aktualitetin. Po këta po fiton. Këta se kanë po kështu. Ndryshe po fiton. Këta kanë po ormën kryesore për me mund Agemalion, PDK në Ferizaj, sepse dëgjë, na si qeverisë lokale, tash do të më përmend kryetarin, se është një merita, kulmi i meritave është kryetari. Ja kemi ndrruar ngjyrën PDK-s. Domthon edhe si parti, domthon edhe si vlerë, edhe si qeverisje. Edhe këta luftën e kanë pas kundër kësaj, që PDK-n prap me cit në marzina. Qysh e kanë ndërtuar rrëfimin që 20 vjet që këta janë vishhojna këta. Ka qenë e zëshme mi bin qytetarët që në komunë është me kry një punë pa pare. Pa dhënë pare. Është një diçka një administratë, është një kryetar e një kryetar që dëgjon edhe tenton çdo problem me zgjidh problemin, jo me blloku. Edhe këta e kanë bërë kundërt. Pikërisht që ton për me shtyp. Unë më shumë kam përvojën në kuvend, kur kam qenë në kuvend, domethënë nuk kemi qenë qeveri, kemi qenë opozitë. Edhe unë maj mend që ka pas deputet të PDK-s, për shembull, të një komune të caktuar, kur s'ka qeverisë PDK-ja, që kanë kërkuar projekte për komunën nga qeveria. Pra ta zën Ferizaj, se s'ka qenë gjithë PDK-ja, por se PDK-ja. Binak projekte në Ferizaj se po na do çka. Nga deputeti PDK. Ka qenë edhe Adem Sali. Po ti atje ki kryetarin projektet të partisë, po s'ka lidhje se unë tek e fundit unë jam përfaqësues deputeti çat sasoj komunave. Tjetra, ma mirë bre me synu me qeverisë Ferizaj nëse kur e ka stadionin në spitalin të Krym, se sa pato. Unë se kuptoj këtë logjikë politike, po kjo nuk vjen mendoj unë. Nuk është kundër Ferizajit, kundër atij. Kjo vjen si mendësi që është shumë problematike. Dhe ti e përmendëm mos më shpërndare që jam plotësisht dakord. Vetëm se na duhet me kallëzu që njerëzit e caktuar në politikë, sjellja e tyre po i bojnë dëm Kosovës, kjo s'është urrëti. Ti mos me qenë njëri më i mirë në botë, po me qenë pengesë politike. Tash që kjo, fakti që është pengesë si qeveri,
Kja ka nisë më po edhe vërtet ndërkombëtarëve. Absolutisht. Visar, edhe një çështje, krejt çdo projekte që janë shty, sikur të kryheshin në afatën që i kanë pas. Për shembull, spitali tash ka më kushtu 10 milionë euro më shtrenjt. Veç pse se kanë kryer me kohë. Stadioni dikon 5 milionë. Çka magjistralja Feriza Jedin Preles, fshati vjetër, është dikon 5 milionë më shtrenjt. Për shkak se Pallati inflacionit, është dikon 2 milionë. Një rrugë e bjeshve, Jezirse për shembull dikon 4 milionë euro më shtrenjt. po flasim për një 20 milionë që kushtojnë ma shtrejt. Se unë kanë kam një guxim pak ma pumërej, edhe tash kësoj rrugës politike që i kum hy, se kam guximin me fol edhe aty ku tjerët kanë vështirësi. Për shembull takimin e parë me kryeministrin ku e kemi pas me kryetarët komunash, kam qenë në vend të takimit, ka qenë takimi i parë. Edhe ja kum bëu këto kërkesa. Për ata ishte e pa pranueshme që mundet më bëni ligj i cili i rishikon kontrollat publike. Bile, ato thuhet që na punojmë me listë prokurimit. O ministër, me listë prokurimit punon deri sa ta nënshkruaj kontratën. Si të nënshkruaj kontrata, atëherë i dy palë. Është një listë tjetër që trajton rastet kur duhet më rishikoni kontratë pavarësisht a e ke cek, a se ke cek ato që mundet më rishiku për gjendje të jashtëzakonshme. Po. Rasti pandemisë që ka qenë që dasht me tash do me pranu që kryeministri e ka marrë këto përsipër, e ka bërë ligjin, po e ka bërë ligjin prap keq. E ka bërë 20% vetëm të disa produkteve, edhe mundesh këtë në Kosovën me thonë që janë kryer 2-3 projekte me çat ligj. Ka qenë pa, se e kam bërë në fund vitit, e pas batushëm. Sikur zbatohet që është dohet, domethënë krejt që tu, po tham për çdo projekte kryesore dikon 20 milion deri në 30 milion kena me pagu ma shtrejnë se sot ishin kry para 2 vite. Që dy gjëra interesante që shumë po kom qef mi vëpas që shumë shkurt. E para, domethënë që tash për në janar kam një hek sankcion Kosovës. Shumë në njëjtë parave kemi me marrë që na është zotu para 3 vjetë. Para 3 vjetë kishim mund me bëj shumë më shumë se që bëjmë sot apo jo. Gjithçka sot është më shtrejt. E dyta, për shembull për çmimet tavan. Që 3 vjetë do të na foj kryeministri që gjykata kushtetuese nuk e kalon me vendos çmimet tavan. Ajo fakt kalon. Vetë ka kallzu qysh. Janë ligjet ekzistuese. S'ka dashme për dhe. Se duhet nga një autoritet tjetër, jo nga... Po janë me ligjen rregulluar. Ky nuk do me ta përmirësu jetën, ky do me shfrytëzu fatkeqësinë tonë për me sulmu të tjerë. Po pra. Kjo është e vërtetë. Zote Aliu, ju jeni koleg me Albin Kurtin, nga fusha e energjisë, po flas, jeni inxhinier i elektroteknikës. Dhe keni, si me thonë, keni dije, keni njohuri për energjinë. Në Kosovë ka diskutim të madh, veçanërisht këto muajt e fundit për energjinë elektrike. Ne po e shohim që na është ul kom kryq Vukhamoviçi në Kosovë dhe kontrollon tregun. Albin Kurti është inxhinier i elektroteknikës. Apo shfrytëzon dijen e tij, zoti Kurti, për ta zhvilluar energjinë në Kosovë, apo po e shfrytëzon për ta bllokuar energjinë në Kosovë dhe për t'i lënë hapësirë dhe treg njerëzve si Vukhamoviçi? Shumë, sigurisht kanë me poket e mesion shumë inxhinierët e elektroteknikës. Edhe ata mas mirë e kuptojnë çfarë dome shkakton ky qëndrim i vetëvendosjes dhe i kryeministit Albin Kurti për zhvillimin e vendit. Albin Kurti është të përdor dijen e vet, po për dëm të vendit, jo për të mirën e vendit. Tregtia me energji, Visar, unë mendoj që është pasojë. Këto mundet me fitu gjithkush dhe me humb gjithkush, veçanti kur është kjo lidhja drejt për drejt e Vukhamoviçit. Është e keqe e madhe, po kjo është pasojë. Unë e kom pa që kur kush nuk mirret me problemin, pse prej çka ka ardhur kjo gjendje. Kjo gjendje ka ardhur sepse Albin Kurti nuk ka leju asnjë megawatt prodhim në Kosovë. Në fakt, për shkak strategjisë që kanë të miratuar, e kanë vendosur që prodhimi i energjisë me më zhvillu përmes ankondave, që kjo nuk kupton vetëm në për toka shtetërore. E ka dhënë dikon e kryni ankand me 100 megawatt që s'ka filluar ende. Për ndryshe, një potencial shumë i madh i investitorëve ka qenë. Unë sa kam qenë në zyrët e mia, kam pas investitor 300 deri 400 milion euro me investuar në Kosovë. Edhe ka dy të mbyllura.
nuk lejohet prodhimi në Kosovë i energjisë elektrike. Për nga 10 megawatt, po, 5 megawatt që i japin lejet komunat, po si të është përmjet 10 megawatt që do të përmes qeverisë më morë, është mbyllje kështu taman me dry. Ka projekt për shembull që unë e di, që është prodhimi i energjisë me ujë, që Albin Kurti do duhet me ditë që një prej stabiliteteve të energjisë është prodhimi me thëngjell dhe me ujë, sepse është konstant prodhimi, nuk ka lohatje. Është që 5 vite në fazën e përfundimit, investimi dikon ofër 500 milion euro, 250 megawatt në orë, dhe nuk e lejon. Kjo është në kufi me Kadragashi. Janë investitor shqiptar me turq. Nuk e lejon. Domthon qëllimi ku e ka kryeministri qëllimin? A e ka te përfitimi ky? A e ka lidhje me Vuk Hamovicin? A e ka me të tjerët që janë kriju Martin Berishën? Po kjo është pasojë. Ku ka qenë qëllimi kryesor i Albin Kurtit, unë nuk muj me ditë, po vesh një gjë po du me theksu. Mungesa e prodhimit të energjisë e dobëson pozitën ndërkombëtare të Kosovës. Është vendi më i varfër në Kosovë. Unë nuk e di çysh kena me him bisedime, çysh kena me vazhdu bisedimet, kur ti nuk e ki asnjë armë. Me çka mundot me kushzu bisedimet Kosova, me çka? Thëngjilli me strategji të energjisë. Dhe në vitin 2030 Kosova a bje. Dekarbonizohet. 2050 edhe Kosova bje. Domthon në vitin 2050 Kosova për një vendi më të pastër në botë, vendin e 5 në botë, e ka me thëngjell. Në vitin 2050 sipas strategjisë të miratuar për qeverisë të Albin Kurtit, nuk ka. Do të me investu në energji alternative, kur po flet këp me investu, po menon që do të me investu vetëm shteti, unë po tham që edhe në plan program, në bile nuk e kumë bisedu me Bedriu ende, se normalisht që kjo mungesa e profesionistave të fushës, nuk po jep gjithherë provimin aty ku do të me dhonë, ma e rëndësishme se so na me prodhu, për momentin, është me leju investimin. Nuk ka nevoj Kosova për momentin, me dhonë 500 milion euro për me bo një termocentrale ose një hidrocentrale ose në qashën, po vetëm mi leju investitorët që pastaj me qenë, se energjia të regi lirë, nuk ka kush të garanton kur kush, ku kime shit e ka kime shit. Jemi në fund, zote Aliu, sepse kemi kalu 50 minuta. Në 2026, tatimin pron do të shumëfishohet. Kjo e prek edhe komunën e Ferizajt. Tregom për një pron 100 metra katror në qytetin e Ferizajt, në qendër të zomë. Sa është tatimi tash dhe sa do tjetë 2026? Tatimin pron për një vëri qytetarëve. Vlerësimin e qësoj prune e banë qeveria Kosovës. Dhe këta e kanë përfundu. Na që ka kemi mujtë me vërejt, është që vlerësimi i qësoj prune nuk është raqë në rëmunimet të rekon. Në më një banesë që se ka kushtu 100.000 euro, këta e kanë vendosur që kjo banesë kushton 150.000 euro. E para. E dyta, sa përqend ka mu tatimun që kjo vlerë, tani varet pi komunës. Ne kemi marrë vlerën minimale 0.1%. Nër të nuk mund të votohet, nuk mund të aprovohet. Do më 0.1%, 100.000 eurove, është 100 euro në vjetë, me vlerësimin e ty në bëndë 150 euro. Por, në letë shkruan që kjo taks është progresive, nuk mund me qëndru vazhdimisht njëjtën vlerë. Po du me shku 0.1, tani 0.2, 0.3, dhe shkon të rritë 150, 200, 250. Ma e rana për krejt, jo vetëm për qytetarët, se mos harrojmë, se krejt strategjit e Albin Kurtit e kanë shkruar të qytetari në qendër. Për mos me ndje qytetarit, se për qytetarit i vje vota, për mos me ndje, kë garkesin e banë të bizneset, të shtylla e zhvillimit venit, edhe shtylla hamari i keq aty në parove që do të mi marrë dhe për mja shkep që atyne që janë pak më të varfër. Kine se baton Isa Mustafa, ky për lëks për vje Pekine. Tatimin për bizneset shkon prej 0.5%. Për logarisëm Prishtina Modhen si një diçka që është më e madhe, është investimi 250 milion, një 50 milion sigurisht të ka kushton, 300 milion, ati duhet dikon 1 milion e gjysë dhe 2 milion euro në vetë me pagu të tim më pronë. E keqja për qytetarë, thash kështu, për qytetarët që ende se kanë kuptu, është që tuka, parcela, trajtohet, aty ku është ndërtu me shtëpia,
trajtohet si tokë ndërtimore. Edhe tash, vlerësimi i tokës ndërtimore, dallimi me tokën bujqësore, ka dallim në çmim. Tash nëse ti në 20 ari tokë, e keni shtëpi 100 metra katror, ke me pagu tatimin pronë sukur këtë 20 arë që është tokë ndërtimore. Tash kanë më detyruar qytetarët me ndo parcelën 2 pjesë, një pjesë ku është e ndërtuar me shtëpia dhe pjesën tjetër me qenë tokë bujqësore sepse toksa është më e vogël. Domethënë, këta e bojnë damin, e bojnë qëllimin, nuk e di, nuk po mund me konstatu bashkësakt pse kanë gjithë këtë invazion me lodh qytetarin, me lodh biznesin, me lodh çdo strukturë të organizuar të njerëzve me lodh kështu, ku kanë qëllimin nuk po mund me ditë. Po ta kanë sulmu, ti kanë shkatru sindikatat. Ta kanë moralisht, ta kanë lodh policinë e Kosovës. Moralisht ta kanë lodh FSK-n. Dhe gjë ky mund të më krenu sot si pasojë ligjet 2019 për ligjin për ushtrinë. Edhe këto blerje të armatimit nuk është merit e tij. Po ajo është mbos. Ato janë në planin 10 vjeçar edhe në ligjin por VB FSK-n. Takoni ushtar të FSK-s. Takoni policë të policisë së Kosovës. Janë të demoralizuar. Nuk mbrohet, se tash po lidhet prapë me luftën. Nuk mbrohet vendi veç me armatim. Përkundër asaj që ki shumë pak moral, me vullnet. Pa moral, nuk mbrohet, nuk çdo dhe ky ka sulmu këto pika. As ki sindikat për me mbrojt drejtat e punëtorëve, as ki polici me vullnet për me kry punën e vet, as aty so ushtarët FSK-s janë të lëshu. Prej 20.000 vetëve, 20.000 kandidatëve që kanë konkurruar në një konkurs, tash i ki ndoshta do të më thirrë në telefon për me konkurru. Kjo është gjendja e rëndë. Zotë Aliu, po ta knacin, pas në studio. Faleminderit. Uroj sukses në këtë garë, juve personalisht dhe PDK-s. Shikues të nderuar, Lulzim Aliu në listën e PDK-s e ka numrin 45. Për mua është njëri prej njerëzve ma korrekt që unë e njoh. Votojeni, sepse nëse për kur gjë tjetër, njohuri që i ka për energjinë në këtë kohë të cilin po jetojmë kanë me qenë shumë të vlefshme. Mirupafshim.